Forcat të shumta policorë dhe inspektorë të drejtorisë të ardhurave publike kanë vërshuar mbrëm bizneset në qytetin e Gostivarit, ashtu sikurse edhe në aksionet në Tetov, Shkup dhe Saraj, edhe në Gostivar aksionet mbështeteshin nga njësia speciale policore. Banorët e Gostivarit shprehen të revoltuar nga akti, duke thënë se prapavia e aksionit ishte që shteti t'i tregonte dhëmbët banorëve. Jo normal është që bëto kanë. Bash një bisedom të shtone, tha kusë me qenë në për të kafeteria që pëjnë, për begjaze kur për njërës ka me fëmijat, me familje, ishin 3 disa ate, ishte bë ausë një madhë, ishte bë. Policët këshin ndarë këto, këtë automatët i kanë shpërndaj. Kjo është jo normal, nuk e di. Qishtë mendem, nuk është normal kjo që bëhet këto. Pa normal dhe friksohen, demin që me automatët. Kjo nuk u ka ndodhë asë një. Këto vetë se këto bëhen këta gjana. Po si nuk i ka në fëmijë që jenë mrena. Kjo asë kuni nuk ka kështu që janë të bëhen këta këto. Vetë se këta. Kjo vetë se kështu bëhet këne. Disa pronarë të bizneseve të kontrolluara mbrëm kishin frikë të dilnin para kamerave, duke ju trembur ndonjë hakmarrje të re ndaj tyre. Ata thoshin se e njëjta gjë u ndodhi edhe vitin e kaluar. Hiç nuk e nevojshme. Unë të paramendosh sa friksohet me automata, me si se ka se. Po unë mendoj që ato shohin që shbuhet, ha? E shohin ato se çfarë bëhet ne. Ato duhet vetë reagojnë. Kryesisht nuk duam të përzihemi. Frikë. Ashtu është sistemi tash. Aksioni mbrëmshëm në Gostivar filloi rreth orës 8 të mbrëmjes dhe zgjati për gati 2 orë, gjatë të cilave u kontrolluan shumica bizneseve me veprimtari hoteliere si dhe shumë të tjera. Nga drejtoria për të ardhura publike ende nuk ka ndalë zyrtarisht me të dhëna se sa lokale janë mbyllur apo gjobitur gjatë aksionit të mbrëmshëm në Gostivar.